Territori i Kosovës për datën 6 korrik 2026 do të karakterizohet nga një mod relativisht i qëndrueshëm me kthjellime dhe intervale të gjata me diell, gjatë pasdites në disa zona malore mund të ketë vranësira kalimtare, por pa reshje të rëndësishme. Temperaturat do të shënojnë një rritje të lehtë krahasuar me ditën e mëparshme. Paraditja do të ketë mod kryesisht të kthjellët, ndërsa pasditja vijon me temperatura të larta dhe mod të qëndrueshëm. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 14 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 32 gradë Celsius. Era do të fryhet lehtë nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i lartë rreth 7 deri në 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 4:57 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:23 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovic 15 deri në 31 gradë Celsius. Podujev 14 deri në 30 gradë. Skënderaj 15 deri në 31 gradë. Pej 15 deri në 31 gradë. Prishtinë 15 deri në 32 gradë. Gjakov 16 deri në 32 gradë. Malishev 16 deri në 32 gradë. Gjilan 15 deri në 31 gradë. Ferizaj 15 deri në 31 gradë. Kaçanik 14 deri në 30 gradë. Suharek 16 deri në 32 gradë. Prizren 16 deri 32 gradë Celsius.